ndëroje? Oh, ç'kemi Hanon? Me sa duket po fluturoje mbi re, ë? Mjaft tani bëre si e turpshme me mua, për çfarë fole me Kajton? Ma trego tani. Kërkoj të dilnim bashk. Tani më thuaj të vërtetën. Të betohem. Çfarë? Nuk mund të dalësh me të. Nuk po të kuptoj. Mos bëj naiven me mua sepse e di që je Shikoni një siren. Nëse po e ndiqni E direkt di, këtë film por serial në zbulova që edhe ti je, Hanon, nuk është kështu? Si ka mundësi që nuk ma the më parë? Tani mjaft dhe dëgjoj çfarë kam për të thënë. Je një princesh siren, nuk mund të dashurohesh me një qenie njerëzore. Dhe ti mund të përfundosh në telashe, Lucia. Kështu mendon ti? Pa nuk ishte ti që më dhe këshilla si të fitoja zemrën e një djali? E ke gabim, unë nuk mbaj mend asgjë. Je një gënjeshtare. Sidoqoftë ti nuk duhet të shkosh në takim me Kajton. Përkundrezi do të shkoj. Jo, nuk besoj se do ta bësh. Atëherë do shohësh. Nëse del me të, unë duhet të vi patjetër me ju. Më fal, të vjen keq? Sigurisht që po. Përse do ta prishësh takimin ton të parë? Vetëm që të ndaloj ty të mos i thuash atë që ndjen. Mos e ke harruar se çfarë do të ndodh nëse do t'i tregoje se kush je në të vërtet. Do transformoheshe, Lucia. Do të transformoheshe në shkum deti. Tani e kuptove? Të betohem që nuk do t'i them asgjë. Tani mjaft. Nuk do të heq dorë kur. Do të shkoj në festën e pranverës me të. Ti je një kokë fort. Shiko kush flet, pse nuk më lë pak të shih tani dhe të vazhdosh me punët e tua? Sepse unë nuk mundem. Këto janë gjëra që nuk kanë të bëjnë me ty. Përkundrazi, po. Edhe unë po të them që jo. Po dhe po. Jo. Duket sikur plani yt i pagabueshëm nuk ka funksionuar, Izula. Më vjen tmerrsisht keq.